Pra Netanyahu 32 mandate, sondazh dhe japi 25%, Bennett dhe Lapid, koalicionit bashk, që është opozita, është në 22 mandate në sondazh. Po, zgjedhjet duhet thënë që janë pas 4 muajsh. Po, prapa afër janë, po ta vëshë. Po, afër. Të ko që zgjedhjet në Kosovë janë në... Pas 2 javësh. Në 7 qershor? Apo 27, mëma? Jo, 7. Po darë ma, e kanë 1 muaj fushat ata. Po, iku pra, ikën ja 2-3 javë. Po si iku, më dje ishte, dje për dje, dhe pashun, në doqja emisionin. Ora, është një ministru interesante shumë, vla. Ka ardhë një dronë rusë, se kemi ambasadën rusë këtu afër. Po, mirë është më se thoshje këtë. Digjo, o kula. Po pse, aty është... Mos je blokacione, kula, please. Digjo, s'kemi vetëm rusët, kemi dhe izraelitit të afër. Se izraelitit ne kemi miqë. Po atë prandaj po them pra, jemi të mbrojtur në të gjitha rastet. Le djo iku kjo, ekzekutuam duke, dhe më do bjerë shishja, plak. Vrava gjikulla. Po që tu ti si ata snajperat e... Si shka thë Nietzsche? E IDF-it. Si shka thë Nietzsche? Një krim dhe një mizë, tha, duke folur për moralin e estetikës. Një krim dhe një mizë, unë e vras me letësi, po kur shof një zog, edhe po të ke mundësi nuk e vras dot. Jasim beti kullat Trumpi, po si aroj kush është Nietzsche? Donaldi Madh, Nietzsche ajo e i dursit jo, Nietzsche e filozofi. Jasim, Sa gjë është? Ti thes qaroje, pra. Qaroje për njerëzit kush është Nietzsche? A me e thash, po se se din. Jasim beti Donaldi shkretë kullat pengi luftës në Iran. Këto ko kullam kam i keqarje për Donaldin, sepse e shof që denë për deklarata, dhe thot, si jam shumë i bindur, nëse do të filmos apo jo, nuk më bind kjo marrëveshja, më duhet pak më shumë kohë atër e tjerë. Qarë halli ka tani? Kush po i bën presion? Pas kanë vrarë gjë ledjo. Kush po i bën presion? Ka dhe i zjedhe që. Janë zjedhe mid-termit në tornë. Tani më farë që nuk duhet të kundërshtoj. Tani ai nuk do të zgjedhë më par president. Po partia dhe ai ka gjithë partinë i kanë qeveri. Për partinë këto zjedhe janë shumë të rëndësishme. Dhe në qoftë sa i humbe edhe Kongresin dhe Senatin, rrezikon impeachment. Do t'ja bëjnë. Rrezikon impeachment. Ki parasysh që ata donin ta fusin burg, e morën, e arrestuan, e quan para gjykatës, të kujtohet. E di mo. Disa herë kanë bërë atentat, kështu që ai e di mirë që nuk është kaq e qetë, duhet marrë diçka. Gjithandej çudi e madhe çfarë liderat dobët janë ai. Vetë prokuroria i bëjnë kështu presidentit amerikanë, këtu ka lezetlla, nuk guxon njeri. Fare, as nuk e çon për mend, por e mendon. Këto janë paranteza, nuk ka lidhje fare me ngjarjen. Por e dëgjoj tani. Prandaj vjen miza aty. Kjo miza, le dëgjoj, unë i dua mizat, s'kam asnjë problem, me kushtin që ato mos vinë në fytyrën time. Po edhe në fytyrën time, unë i ekzekutoj. Kështu të gjemi zgjidhje plak. Le dëgjoj, më kujton nga e marta të marrim pallaska me vete në emision, dhe t'i mbajmë këtu. A dhe të shofër se që do bëhet, një perle pa parë, dhe ja dhe të ftuarve. Një masakër. Plaf e pallaska është perle. Kulla, Donald Trumpi, vla, mund të më thua qarë halli ka përveç kësaj, vla. Ka vetëm këtë halë të ati që mos i bëni impeachment dhe mund edhe trosh më beti mos përfundoj edhe i burgjeve, si bërë Netanyahu. Një problem është ky, problemi tjetër është ekonomia. Sepse... Galloni po ngrihet. Galloni është ngritur kudo, po s'është vetëm galloni, janë dhe gjithë ato ku galloni ka efekt, është gazi, është nafta, është... Si mbeti pengjës të rëfuqisi Amerika mërkulla në grykën e Ormuzit, ma thua do? Më vjen keq them që kam qenë një parashikues i saktë, dhe i fillimit luftës edhe që do ngelej. Po. Sepse unë mendoj që vlerësimi i politik i marrjes përgjegjësisë për fillimin e një lufte u bë me garancinë e David Barneas, drejtorit Mossadit, që do të ngrihej populli iranian pasi të vritej Khamenei, dhe Khamenei u vra në mënyrë suksesshme me datën 28 shkurt. Dhe rënia e regjimit në Iran do ishte po aq e lehtë sa rënia e regjimit në Venezuelë. Kjo gjë nuk ndodhi, po përkundrazi Irani bëri atë gjë cilën si shkonte kujt ndërmend ta bënte, bllokoi Hormuzin dhe bllokoi të gjithë ekonominë botërore. Në anën tjetër, Irani nxorri një fuqi ushtarake që nuk e kishte demonstruar më përpara të dronëve dhe të raketave, me anë të cilët bllokoi ekonomikisht të gjithë partnerët e perëndimit dhe konkretisht të SBA-s në gjirin persik, siç ishin Arabia Saudite, Katari, Kuvajti u godit edhe para 2 ditësh, nëse kujtohet. Emirate... Godit tani para 2 ditësh? Jo, më ka ikur kjo. Nga Irani, po. U godit një bazë amerikane në Kuvajt. E kemi?
Pas kemi dhe këshu, mbulim. Dhe kjo të regon që praktikisht Perëndimi ose më saktë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kishin të gatshëm 1 milion ushtarët për shkuar dhe për të arrëzuar regjimin në Iran, por as kurdët ose minoritetet e tjera etnike brenda Iranit nuk ngritën krye kundër regjimit dhe le të themi Donald Trumpi kërkon të dali nga konflikti, të mos e vazhdojë më konfliktin në mënyrë që të parandalojë efektet e saj mbi ekonominë botërore, po ajo çka është më e rëndësishme, Donald Trumpi ka një front shumë të rëndësishëm politik, që është fronti Kinën, cilën ai e vizitoi para 2 javësh, dhe është e qartë që Irani, që SBA-ja kërkon të parandalojë pra furnizimin e Kinës me naftën dhe me gazin iranian, gjë që do ta bënte Kinën tërësisht të pavarur, domethënë në 100 vitet e ardhshme ekonomikisht. Ndërkohë ka ndodhur një gjë që filloi transporti i naftës iraniane drejt Kinës me tren në një linjë hekurudore, cilën Kina e ka ndërtuar vjet dhe për vjet, po ka filluar, sasia e parë është dërguar dje, dhe është një linjë hekurudore e cila kalon nëpërmjet Afganistanit, dhe ndërkohë që kanë filluar përgatitjet për ndërtimin e gazsjellësit dhe naftsjellësit nga Afganistani. Njëherësh edhe Pakistani ka hapur një rrugë furnizimi nga Irani duke kaluar nga Pakistani me naftë iraniane për Kinën, por edhe për tregun indian. Pra çështja është që SBA-ja po sheh gjën më gjerësisht, pra i intereson mbyllja e konfliktit ushtarak për të përqendruar tek ekonomia. Sigurisht që kjo luftë na i përshkallëzoi të 5 shtyllat e sigurisë. Jo, nuk ka lidhje kjo, Ledion. Të 5 shtyllat e sigurisë ndërkombëtare, që është ekonomia, është demografia, s'ka lidhje kjo, hiqe, Ledion. është shëndeti, është gjeografia, domethënë. Edhe në fund fare dhe luftra, dhe unë mendoj që SBA-ja kërkon të dali nga kjo luftë në mënyrë që të thotë që unë arrita disa suksese, dhe suksesi më i madh në këtë moment që mund të mbërri është mos pajisja e Iranit me armë bërthamore dhe hapja e ngushticës. Po do të arrijë apo jo, pra se prandaj pyetja është ja si mbeti Trump, pyetja, domethënë fabula është si mbeti Trump peng ose në ngërç të kësaj lufte me. Shiko, është Do arrijë të marrë ato uraniumin e pasuruar apo ajo është kot? Atë nuk e mbërrin dot. Por çfarë bë kjo luftë? Mund të mbërri, unë ta kam thënë që në fillim që në fakt ai sebebi, po qëllimi kryesor është mundësia e lidhjes Iranit me Kinën me gaz edhe me naftë, por mund të mbërri hapjen e Hormuzit, që është shumë i rëndësishëm, dhe mund të mbërri edhe mos pajisjen e Iranit me armë bërthamore. Pra, mund të mbërri 2 gjysmë rezultate, të cilat janë goxha të mira për SBA në këtë moment, pra hapja e Hormuzit dhe rënia e çmimit të naftës dhe gazit në tregjet ndërkombëtare, dhe në anën tjetër, si rrjedhoi luftës edhe i presionit madh, Irani angazhohet që të mos zhvillojë armë bërthamore dhe të mos pasurojë më uraniumin në vend. Kthej pak atë hartën e dio që kishe, pak më parë, jo atë grafikën, atë hartën. Që na i shpjegojnë që kullat që janë. Qofse i ke parasysh kulla. Qofse mund t'i kuptosh dot. Ky është Hormuzi. Dhe tregon se si është i mbyllur Hormuzi nga të dyja anët. Ki parasysh që vazhdojnë të bllokojnë dhe amerikanët dhe iranianët. Amerikanët e bllokojnë këtej jashtë, po Hormuzin si Hormuz e kanë bllokuar iranianët, sepse iranianët kanë bllokuar me mina. Tani çështja është që çminimi nuk është një gjë e lehtë dhe nuk është një gjë thjeshtësisht e mundur. Duhen dronë detar të nivelit shumë të lartë që palët nuk i kanë, dhe në njëjtën kohë duhen edhe hartat detare. Ki parasysh që Irani gjatë gjithë vitës të Ligjit Persik ka ishuj, dhe ishujt janë dhe baza ushtarake, nga cilët Irani ka arritur që edhe me mbrojtjen detare, por edhe me mbrojtjen aerore, po sidomos nëpërmjet këtyre gomoneve me shpejtësi të lartë ushtarake, këtyre skafe me shpejtësi të lartë, të arritë të mbajnë në kontroll të gjithë trafikun detar të Hormuzit, edhe mbi të gjitha ta minojë Hormuzin duke bërë një vend shumë të rrezikshëm për të kaluar pa leje. Ilir Kulla, më vjen një pyetje për ty. A është Donald Trump peng i Miriam Adelsonit, donatores kryesore në fushatën e tij dhe aktori fuqishëm i lobit, aktore fuqishme e lobit izraelit? Sa fuqi ka në të vërtet lobi izraelit, Kulla?
Lobi izraelit ka fuqi sepse është një lob financiar shumë i rëndësishëm në botë, por unë mendoj që më shumë se sa pengi i lobit izraelit, Donald Trump është pengi një vendimi politik të marrë me nxitim, pas vizitës që bëri në shkurt David Barnea, ish drejtori i Mossadit, se tashi u vendos një tjetër drejtor Mossadi, me kryeministrin Netanyahu, të cilët i dhanë garancisë që me rrëzimin e Khamenei do të binte regjimi në Iran, gjë që s'ndodhi. Po kjo zotë që lobi izraelit nuk ka qenë pro, Netanyahu bërë gjithçka që të fillon. Lobi izraelit ka qenë pro, madje presioni i Izraelit që SBA-ja ta bënte këtë gjë ishte i madh dhe ka qenë publik, por nuk mendoj që ishte çështje lobimi, sesa ishte çështje bindje personale Donald Trumpit që me një fitore të lehtë ndaj Iranit, ai do të ishte lideri më i madh historik në historinë e SBA-s të presidentëve nga lufta e dytë botërore sot. Ora është 21:53 minuta, zonja Zotri, jam me Ilir Kullu në studi, jemi live në MCN, por mund të shkoni emisionin dhe në YouTube për që fintuat e faqe që le të nxjerrit tani në ekran. Pini pak ujë selita, sepse vera ka nisur, vapa ka nisur, gëzuar të gjithve. Me gjitha fjalla kulla, para se të të lirë, por lexojmë disa mesazhe që më vinë në QR kodin atje poshtë në ekran, njerëzit kanë skanuar, kanë bërë login, dhe pyesin kulla. Me së të duket para se që të fillim të emisionit në orën 9 pak minuta që ne filluam, tap në rejt. Unë po lexoj pseudonimet e tyre njerëz tani, lexoj që gabim. Më thotë, zoti Çani, para se të pyes për Kullën, thotë, a mund ta dim, kemi që të premten, që kemi që të mërkurën që po prisin sipas fjalës Agron Shenj dhe Arlind Qorin në debat. A mund ta dim pse nuk u bë debati? Përgjigju. Me thënë drejtë, në fakt, Agroni e tha publikisht para 2 javësh që do po pranoj një debat me Arlind Qorin dhe pastaj ndroi mendje. Ndërkohë që Arlind jam i bindur, s'kam folur, po sa isim nga të gjithë, po jam i bindur që Arlind do thoshte po. Agroni ndroi mendje për arsye që nuk është se mi shpjegoj shumë të drejtë, mund të jetë arsye personale të tilla, s'ka lidhje fare me debatin. Po gjithsesi për të qenë korrekt me ju, unë mendoj që Agroni duhet të vinte, por ndërkohë mund të detyroje, kupton? Agroni, nëse na shikon, e shikon që njerëzit kanë memorie. Fi ditë si unë, që harroj gjërat për 5 minuta, njerëzit mbajnë mend Agron. Kështu që her pas here, mos haro, mos premto asgjë në ekran. Do të thënë, premto sa duash gjatë fushatës dhe për ditë pushtet mund t'i gënjesh, s'ka asnjë problem. Po sa s'ka në pushtet, mos premto asgjë. Ose kur premton, do ta mbash. Gon giganti, gon. Kam marrë malë për kaprin ndërkohë. Kam kopa e parë, ishte në Bruxelles. Kështë bërë kapri një status shumë të bukur në anglisht. Hec tani, hec Arian, hec në koha. Kula, Petrika Shoro pyet, Petrika Shoro 70-24. Thot, çfarë mendon zot? Ore, këto shifrat nga mbrapa, dim që pse i vën këta në pseudonime, më? Keni kuptuar ndonjëherë ndonjë gjë? Ka gjithmonë shifra nga mbrapa. Njerëzit flasin me kode që duhen... Po jo, më ka të gjithë shifra, më burr. Po pra duhet dekoduar. Ue... Qa thot Petrika? Petrika thot, çfarë mendon zoti Kulla për ligjin e parashkrimit për politikanët dhe apo mbrohen ata duke i bërë gjyqe të zgjatura për të fshehur pas të ligjit pa kuptim, dhe ka fjalën për Veliajin, ndoshta. Çfarë ne, po ai nga e di se ne folëm para emisionit. Velia është para burgim, por ka bërë një vit e gjys pa qenë i dënuar. Si Velia dhe Meta, ç'a. Ore ky ku e di ky Petrika, mos e ne s'kishte filluar emisioni kur folëm. Po ku e di? Gensav 9273. Ose pasaj këto janë që i ashtu i ka vetë kjo QR kodi se s'ka mundësi. Gensav. A thua kanë do i marrëveshje Trump-Putin? Ose mendojnë lejk, ose mendojnë një lejk të Putinit, mendojnë lejk të Putinit, ose me një lake, mo lejk e lezojnë, në një lake të Putinit, orientim nga Trump që të hedhë në një provokim ndaj NATO-s, andi nga NATO, thotë kjo tjetëri, s'kuptohet mirë. Eksplorusi, Çani përshëndetje, pyetje për Kullën, për ambasadorin e SBA se pritet të vinë në Shqipëri, kur pritet që të ketë më shumë ndikim për politikën e brendshme apo forcimin e ushtrisë, me qenë se është general, thotë. Dhe Kulla e njeh mirë pjesën ushtarake. Ai është general pension. Erik Wendi. Nëse vjen në Shqipëri si ambasador, do jetë vetëm në linjën e Departamentit të Shtetit, po Pentagoni ka linjë vetën, CIA ka linjë vetën, kështu që sigurisht që si general, si njeri me eksperiencë, do ketë
edhe koordinimin ashtu, po agendat janë të qarta, domethënë, nuk përzihen. Përshëndet zot Çani, pyete pak zotin Kulla, a ishte ky sulm i qëllimshëm për të provuar kapacitet ushtarake mbrojtëse të NATO-s? Dhe a shpjegon kjo që NATO është një organizatë jo aq e fuqishme sa duket zyrtarisht dhe nuk ka fuqi reaguese të shpejtë? Është një nga problemet që ka NATO si organizatë politike ushtarake të vendimarrja, që vendimet e rëndësishme duhet i marrë gjithmonë Këshilli Atlantik në Bruksel, po Këshilli Atlantik nuk është një organizatë, nuk është një komandë ushtarake, është një komandë politike dhe marrja e vendimeve të mëdha kërkon gjithmonë një lloj koordinimi dhe s'është kaq e lehtë. Kjo është edhe dobësia e NATO-s. Bledian Sulka thot, Arian, një pyetje për Ilir Kullën, jetoj në Norvegji dhe shteti na ka kërkuar të mbajmë rezerva ushqimi dhe ujë për emergjenca. Thot Bledari nga Norvegjia. Duke parë zhvillimet e fundit në Ukrainë dhe tensionet me Rusinë, apo përgatitet Europa për një luftë më të madhe, apo këto janë thjesht masa sigurie? Çfarë duhet kuptojnë qytetarët nga ajo që po ndodh sot dhe nga ato që na thuhen? Unë se di sa vjeç është Bledari, po sigurisht është i ri dhe nuk mban mend kohën që bëhej shërbimi ushtarak këtu te ne. Po dikur te ne këto gjëra kanë qenë normale në kohën e re. Që është normale, thotë. Është normale. Jo, ky thotë, a do filloj lufta vërtet apo të bëhen thjesht por dhe si test? Po edhe mund të filloj, po normalisht ne kemi jetuar 40 vjet Shqipëri me këto masa, kemi pas ndonjëherë luftë, kupton? Ore Kulla, se tani më kujtuam nga ky djali që na nisi nga Blediani që është në Norvegji vlla. Ore Kulla, ç'është një qytet në Estoni që ka një 95.000 veta, 90.000 veta më duket, që i ka rusë të gjithë, që është ngjitur në Estonia është një vend i vogël, 2 milion banorë, në cilën 35%. Më pak se 2 milion jam duket. 2 milion. Tallini është qytet i bukur shumë, dhe shumë afër Peterburgut. Po pikërisht pra, dhe më thanë tani është një qytet. Domethënë komuniteti i dytë më i madh Narva quhet qyteti, Narva. Komuniteti i dytë më i madh në Estoni është komunitet rus, po ata janë rusët estonë, të cilët jetojnë mirë në Estoni dhe nuk duhet të jetojnë me Rusinë, por në njëjtën kohë Estonia është e detyruar të respektojë drejtat e njeriut dhe të japi dhe pushtetin që i takon. Se mua më thanë që nuk respektojnë pra atje, nuk lejohet të flasin as rusisht as gjë. Jo, flasin rusisht aty. Jo, nuk ka shkolla gjëra. Kanë dhe eurodeputet që i përkasin komunitetit rus. Unë nuk mendoj që rusët e Estonisë janë shumë të lumtur nga ideja që mund të kthehen. Po jo, ka thënë që mund ta përdorë Rusia si alibi këtë për shkak me dashme hyrje. Jo vetëm për atë, alibia për Estoninë, për Lituaninë dhe për Letoninë, në të treja ka komunitet rus. Po për Finlandën? Jo, atje s'ka komunitet rus. Këtu ka komunitet rus, ta kanë qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Ta kanë qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Pse në Finland nuk ka? Po s'ka kanë qenë gjithmonë dy vende ndara, mbretërit ndara, paktet ndara, po këto tre republika kanë qenë deri në 90-ën me Bashkimin Sovjetik. 10 ora fiks, do të lë Kulla të ikësh, se di që ke dhe angazhime të tjera. Valteri shkruan Arian të ndjek gjithmonë të përshëndes nga Kalifornia. Shkurt, një parashikimi shkurtër se çfarë mund të ndodhë me luftën e ardhme e luftës në Ukrainë, bëhet e paparashikueshme dhe të jetë komplekse o bobo, Valteri ka bërë koment vetë. Valter, të lutem, pyetje. S'ka si pyetje, ka bërë koment vëlla. Nuk e lexoj dot, vjen keq Valter, s'kam kohë. Oktaviani thot, a është kjo që ndodhi në Galaci, thot, një tentativë që Ukraina që përdoret nga shteti, një tentativë nga Ukraina që përdoret nga shteti i tyre për të marrë më shumë fonde nga BE-ja dhe që të radikalizojë rumunët kundrejt rusëve, sepse këtu në Rumani kështu po shikohet. Edhe ky Oktaviani jeton në Rumani me sa duket. Erdhi Myslim Murizim duket Ledjo. Një nga tre alternativat që dham. Faleminderit zoti Kulla, thot për shpjegimin e artikullit 5 të NATO-s më herët. Pyet pak zotin Kulla, sa e madhe duhet jetë bomba që të bëjë diferencën midis një sulmi të vërtet, lufte dhe thjesht një pretendim për incident. S'është puna e sulmit vërtet, incidentet ndodhin, kur ka sulm dhe ka pushtim, duhet ndodhi ajo që bëri Putini në 2022-shin, që bëri një deklarat politike, mlodhi dhe dha urdhër për sulm. Atëherë ai është fillimi i një lufte, një sulmi. Pastaj incidentet kufi janë edhe mund ndodhin. Ndodh se Rumania është në kufi me Ukrainën de facto dhe ndet është me Rusinë, po nuk kemi një sulm të mirëfillt shtetëror, domethënë siç ndodhi nga Rusia drejt Blediani shkruan nga Norvegjia prapë duket, po e ka çuar, nuk kuptohet mirë, para apo mbrapa. Nëse Europa po përballet me kërcënimin më të madh dekadave të fundit, a janë Kaja Kallas thot dhe Ursula von der Leyen liderët që do të udhëheqin me sukses, apo kjo është pikërisht arsyeja pse shumë europianë ndihen të pasigurt? Unë nuk mendoj që zoja Kaja Kallas, cila është ministre e jashtme e BE-s, është lider, domethënë ajo vjen nga vendet më të vogla të BE-s, nga Estonia.
dhe ka një sentiment antirus dhe është edhe shpjegume pse, apo dhe zonja von der Leyen, liderat politik të vëndeve janë ata që qeverisin vëndet dhe kjo është edhe dobësia e Bashkimit Evropian që nuk ka vendimarrje pa folur me liderat e çdo shteti. Dhe për ta mbyllë kulla, vjen një mesazh nga Andi Kalaja. Thot kullës thjesht bëj një përshëndetje nga Zemblaku, fshati i tij origjines, respektet të ndjekim gjithmonë. Edhe unë të ndjek Andi thuje, me fotot e bukura që bën. Njeh Andin? Po. Dakor. Kam respekt thot Besa e Kavajës. Kam respekt për patriotin tim Ilir Kulla, se ti tani, kupton, je patriot për Kavajën, për Zemblakun, shper. Unë kam lindur në Kavaj, kështu që jam edhe nip Kavaj, kështu normal. Për Kaja Kallas, thot një tjetër, kur burat për Kaja Kallas, thot, edhe më ledjo, thot Lini Jutang. Që është Lini Jutang? Që ka thënë një shprehje për Kaja Kallasin. Lin Jutang, shkruhet Y-U-Tang, është politikan kinez. Thot, kur burat e vegjël fillojnë të hedhin hijet më dha, është i qartë që dielli po perëndon. Shiko, Kina ka një filozofi... Politician kinez, shkenca politike. Dhe Kina shumë interesante politician kinez, shkenca politike, Kina shumë interesante nga kjo pikpamje. Ka humor lezeshëm shumë, Po ka dhe një filozofi shumë të thellë të hollë, domethënë. Lezeshëm shumë. Kullat, falenderoj jashtë që të kisha në merë dhe sonte në studio. Zonja Zotrinj, para se të futet Mysy Murizi, mik i vjetër i këtij emisioni, në fakt, ne kishim marrë kamar malli për Murizin, se kemi kopa e parë. Unë them me Kullën, para se të largohet, të bëjmë një xhiro Ledion në Dorelam, dhe një pauzë, ndërkohë që vjet mikrofonit e zoti Murizi. Zonja Zotrinj, do flasim për PD-n, por kryetaren e ri të PD-s, morët vesh. U zgjodh kryetari i ri i PD-s. Shumë i ri. Nuk e dini kush është? Kjo është surpriza.